Beqir Balluku, një nga figurat më të fuqishme të regjimit komunist në Shqipëri. Për dekada, ai konsiderohej krahu i djathtë i Enver Hoxhës në fushën ushtarake. Ministri i Mbrojtjes që prej vitit 1953, Balluku ishte njeriu që kontrollonte ushtrinë, një post që pak mund ta mbanin me aq autoritet. Në vitet 60 dhe fillim të viteve 70, Shqipëria përfshihej në tensione të brendshme dhe izolim gjithnjë më të madh ndërkombëtar. Ndërsa Enveri kërkonte kontroll absolut, çdo figurë që fitonte ndikim të tepërt shihej si rrezik. Edhe Balluku, pavarësisht besnikërisë së tij, nuk ishte më i përjashtuar. Shkaku i rrëzimit të tij erdhi pas debatit mbi tezat e ushtrisë popullore. Balluku propozoi reforma në doktrinën ushtarake shqiptare, ide që Enver Hoxha e interpretoi jo thjesht si kritik, por si sfidë ndaj autoritetit të tij. Aty filloi fundi. Në korrik 1974, Enver Hoxha e goditi publikisht Beqir Ballukun, duke akuzuar për devijime ideologjike, veprimtari armiqësore, madje edhe tentativë për grush shteti. Nga njeriu i besuar i pushtetit, ai u shpall papritur tradhtar. Balluku u arrestua, u izolua dhe ju nënshtrua hetimeve të rënda. Në vitin 1975, pas një gjyqi të mbyllur, u dënua me vdekje dhe u ekzekutua. Dosja e tij mbeti e fshehur për dekada, derisa historia nisi të rikthehej me sy më kritik pas rënjes së komunizmit. Rënja e Beqir Ballukut është shembulli i qartë i mekanizmave të frikës dhe paranojës në diktaturën e Enver Hoxhës. Një njeri që ngriti sistemin, u gëlltit më pas nga ai.